Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, miq të dashur të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish të bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndarë ngjarjet më të fundit rreth jetës Josefin Markut dhe Loredana Bratit. Jozi tashmë i njohur në publikun shqiptar edhe për veprimet që bëri brenda shtëpisë së Big Brotherit, ka marrur qëndrime të ndryshme, ka marrur qëndrime pafund nga opinionistët, duke ja vënë në dukje disa herë momentet negative apo gjërat negative që në fakt Jozi po bënte brenda shtëpisë, por siç duket kjo gjë nuk e ndryshoi Jozin. Ata që e ndoqën Big Brother VIP Albania 4 padyshim do të kujtojnë marrëdhënien e veçantë mes Loredana Bratit dhe Josefin Markut, i njohur nga publiku si Jozi. Të dy hyrën në shtëpi me qëllime të ndryshme, po shumë shpejt u pan të afroheshin mes njëri tjetrit në një raport që u duk miqësi e pastër e sinqert, por e lidhur edhe me dashuri. Jozi, drejt për drejt dhe shumë impulsiv, gjeti tek Loredana një zë qetësues, një femër që nuk i druhej të thoshte të vërtetën në sy. Nga ana tjetër, Loredana e vlerësoi Jozin për shpirtin e tij luftarak dhe për të shkuarën e tij të fortë. Në sytë e publikut, të dy kishin krijuar një aleancë që dukej më e thellë se loja vet, një lidhje njerëzore dhe dashurie. Por gjithçka ndryshoi në një moment dramatik që tronditi shtëpinë dhe opinionin publik, kur Jozi në një përballje të ashpër emocionale me Gjestin, humbi kontrollin dhe reagoi fizikisht. Ishte një akt i papranueshëm për shumë kënd, një moment që i la të gjithë të shokuar, por më shumë se askënd e tronditi Loredanën. Goditja ndaj Gjestit nuk ishte vetëm një shkelje e rregullave të lojës, ishte një prerje brutale në vlera që Loredana përfaqëson. E rritur me ndjenja të thella drejtësie dhe respekti, e përkrahur nga një familje që ka qenë gjithmonë e kujdesshme ndaj etikës dhe imazhit publik, Loredana nuk mund të qëndronte indiferente. E njëjta vajzë që dikur i jepte dorën Jozit, kur ai shpërthente emocionalisht, tani qëndroi e heshtur dhe e largët. Mbështetja e saj shkoi menjëherë drejt Gjestit, jo thjesht për aktin, por për të gjithë atë që ai përfaqësonte, qetësinë, maturinë dhe qëndrimin etik, edhe kur ishte i provokuar. Burimet pranë rrethit të Loredanës pohojnë se dhe familja e saj ka luajtur një rol të rëndësishëm në vendimin e saj për të distancuar totalisht nga Jozi, pas daljes nga Big Brother VIP Albania. Ata e kanë parë atë moment si një vit të kuqe dhe ndoshta kanë ndikuar që ajo të mbajë qëndrimin e prerë që ka sot. Asnjësi, heshtje dhe largësi totale nga Jozi. Publiku nuk ka parë asnjë ndërveprim mes tyre që nga momenti që dritat e shtëpisë të famshme u fikën, asnjë koment, asnjë reagim dhe asnjë fotografi. Dhe kjo heshtje ka filluar të ngrejë shumë pikpyetje. A ishte kjo zgjedhje emocionale nga Loredana apo një qëndrim i qëllimshëm për të ruajtur vlerat e saj? A është mbështetja e saj për Gjestin një deklaratë e hapur karshilliku ndaj Jozit, apo është thjesht një mënyrë për të mos u përfshirë në konfliktin e ashpër që ndau opinionin publik më dysh? Ndërkohë Gjesti, edhe pse i lënduar, zgjodhi të mos e zgjeroj konfliktin. Ai nuk hodhi benzin mbi zjarrin, por ajo që mbetet e qartë është se ai e ndjeu dhimbjen e atij momenti në mënyrë profesionale dhe në mënyrë personale, dhe e gjithë kjo situatë e vendosi Loredanën mes dy zjarreve, të qëndroj me Jozin apo të mbajë një parim dhe një njeri që nuk meriton atë lëndim. Loredana zgjodhi parimin. Nga ana tjetër Jozi ka heshtur. Nuk ka tentuar të japë ndonjë deklaratë publike për raportin me Loredanën, as nuk ka kërkuar ndjesë të drejtë për drejtë ndaj Gjestit në publik, të paktën jo në një formë që të ndjehej si reflektim i vërtet. Dhe kjo sjellje ka bërë shumë ndjekës të Big Brotherit që të pyesin: a do të marrë ndonjëherë mundimin Jozit kërkoj falje? A do tentoj të rikthejë Loredanën apo krenaria do të marrë përparësi ndaj ndjeshmërisë? Në këtë mes Loredana po shihet si simbol i vendosmërisë femërore, që përballë gabimeve të rënda nuk zgjedh kompromisin emocional, por qëndron për atë që beson. Mbështetja që ajo i dha Gjestit nuk ishte për t'u akmarrë ndaj Jozit, ishte një zë për të drejtën,
E nëse kjo do të thotë të humbasësh një personazh, një zemër, ndoshta ishte një shpirt që kur nuk e ndau të vërtetën në të njëjtën kohë të vlerave. Publiku mbetet në pritje, disa ende shpresojnë për një pajtim, të tjerët e konsiderojnë këtë fund si një leksion për të gjithë ata që i vendosin emocionet përpara etikës. Për çfarë do që të ndodhë, një gjë është e sigurt, momenti kur Jozi ngriti dorë ndaj gjestit, ishte po ai moment kur një kapitull mes tij dhe Loredanës u mbyll përgjithmonë, ose të paktën për tani. Loredana Brati ka qenë e ftuar në 3 emisione në Top Channel ku ka folur për rrugtimin e saj në Big Brother, e ngacmuar nga moderatorët disa herë në qoftë se do kishte dashur të bësh diçka më ndryshe në këtë rrugtim. Loredana Brati ka thënë që asnjë gjë më ndryshe nuk do kisha dashur të bëj, sepse ky rrugtim mua më ka mësuar në këtë formë që unë të njoh veten time, që unë të njoh njeriun tim, që unë të njoh vlerën time dhe unë arrita që të njoh vlerën time dhe për këtë arrit që të kuptoj se unë ndoshta kam qenë në një rrugë të gabuar. Ai ka bindur edhe më shumë prindërit e Loredanës, videoja e transmetuar në prive që Klan Kosova kishte arritur që të merr informacion nga shteti i Zvicrës që Jozi ka patur një lidhje dhe nga kjo lidhje ka dëmtuar një femrën duke rrahur dhe duke dhunuar, edhe pse mua pak më duket e pabesueshme, nga që duke njohur ligjet e Zvicrës se si janë, Zvicra është një shtet që është shumë shtet i mbrojtur dhe sidomos tek informacioni, dhe unë e di që Zvicra nuk i jep as kujt informacion, qoftë as një medje televizive, sepse lexova për ligjet e Zvicrës dhe arrita të kuptoj që domethënë për të marrë informacion duhet të jetë vetë protagonisti për të cilin bëhet fjalë, por ndoshta rrëfimi, sepse Klan Kosova nuk mund të jep një lajm të rrejshëm, i besojmë plotësisht asaj. Rrëfimi mund të ketë ardhur Klan Kosovës nga vetë personazhja apo protagonistja e cila ka qenë në një lidhje me Jozin, që ka rrëfyer për të mbetur anonim se çfarë ka kaluar me të, dhe kjo mund të jetë tashmë pikpyetja më e madhe që Loredana mund të ketë në vete, por ajo që unë shoh thellë syve të Loredanës, se kam thënë gjithmonë që mimikat e trupit janë një lexim i bukur i asaj që ne nuk mund ta shprehim me fjalë. Loredana thellë brenda saj vazhdon ta don akoma Jozin dhe nuk shoh ndonjë urrejtje, sepse zakonisht kur çiftet ndahen, shndrohet marrëdhënia në një urrejtje, por janë të pakta vajzat që nuk i urrejnë meshkujt të cilët ata i kanë prerë në bes. Domethënë janë të pakta këto goca dhe unë këtë njeriu e mrekullueshëm, këtë njeriu e mirë, këtë gocën zemërgjër, këtë gocën fisnike, unë e shoh te Loredana, pa marrë parasysh se si shkoi marrëdhënia e tyre, unë nuk e shoh që Loredana e urren Jozin me shpirt apo e mallkon Jozin me shpirt, po përkundrazi shoh një pikë shpresë te Loredana, shoh një forcë te Loredana, që Loredana është gati ndoshta në një të ardhme që të lidh jetën me të. Jozi nuk ka folur fare për marrëdhënien me Loredanën, nuk ndiqen as në rrjetet sociale në Instagram as pak. Jozi thjesht ka vazhduar momentet e tij duke dëshmuar tek shqiptarët që unë jam shqiptar dhe unë e vizitoj Deçanin kur të dua, unë e vizitoj Kosovën kur të dua dhe mua nuk mundet askush të më ndaloj hyrjen. Dua të marr mendimin tuaj për këtë marrëdhënie.